Pas diversionit dhe akuzave që kryeministri Edi Rama bëri ndaj protestuesve që bllokuan rrugën e Rinasit, është vënë në lëvizje edhe policia e shtetit. Mbrëmjen e kësaj të dhëne, policia e shtetit njoftoi se ka proceduar 19 protestues. Në njoftim, policia deklaron se protestuesit që janë të moshave nga 22 deri në 57 vjeç akuzohen si organizator dhe bllokues të rrugës në drejtim të aeroportit Nën Tereza. Drejtoria e policisë gjithashtu ka njoftuar se ka sekuestruar edhe 2 automjete në pronësi të disa qytetarëve, të cilët kishin shkuar në mbështetje të protestuesve me makina duke ecur drejt Rinasit. 19 protestuesit janë marrë në hetim për veprat penale të pengimit të qarkullimit të mjeteve të transportit, organizimin e grumbullimeve të paligjshme dhe prishja e rendit dhe qetësisë publike. Tashmë pritet që dosja e procedimit penal të protestuesve t'i kalojë për kompetencë prokurorisë së Tiranës, e cila ka në dorë të vijojë hetimet apo t'i mbyllë ato. Mbrëmjen e së dielës, një grup protestuesi zhvilluan marshimin e tyre nga sheshi Shqiponja në drejtim të aeroportit Nën Tereza, teksa gjatë rrugës, ashtu si çdo natë ata u përshëndetën nga qytetarët që lëviznin me automjete. Por protestuesit afër aeroportit u ndalën nga një kordon policie, duke mos u lejuar të vijonin marshimin. Rreth 24 orë pas marshimit, Drejtoria e Policisë së Tiranës thotë se Departamenti i Hetimit të Krimeve të Rënda ka zbardhur emrat e personave që udhëhiqnin protestën drejt aeroportit, duke ngritur ndaj tyre 3 akuza.